Edhe 3 ditë pas raportimit të kohës e 2 ditë pas reagimit të shoqatës Hendikos, shërbimi spitalor klinik universitar refuzon të përgjigjet sepse pajisjet që kushtuan mbi 6 milion euro nuk arritën të paralizuarit as pas një viti. Në reagimin që SHSKUK-ja bëri të martë në 6 paragraf askund nuk dha përgjigje sepse nuk u realizua shpërndarja e 4250 produkteve për personat paraplegjik e tetraplegjik. Por tha se pranimi i aplikacioneve pritet të fillojë gjatë javës së ardhshme. Pranimi i aplikacioneve pritet të fillojë gjatë javës së ardhshme duke u zhvilluar në përputhje të plotë me kornizën ligjore dhe administrative në fuqi. Pas raportimit të kohës, të hënën ka reaguar edhe shoqata Hendikos, e cila ka theksuar se nga SHSKUK-ja nuk kanë marrë përgjigje konkrete rreth vonesave në këtë proces. Shoqata është shprehur e shqetësuar me vonesat në shpërndarje dhe ka kërkuar nga SHSKUK-ja dhe MSH-ja veprime urgjente për zhbllokim të këtij procesi. Reagimin ndaj Hendikosit SHSKUK-ja e ka dërguar edhe në adresë të kohës si përgjigje ndaj pyetjeve të parashtruara 11 ditë më parë, por reagimi nuk u jep përgjigje çështjeve që ka adresuar koha. SHSKUK-ja nuk është përgjigjur në pyetjet se kur ka përfunduar blerja e pajisjeve, ku ndodhen ato aktualisht, pse nuk ka nisur deri më tani pranimi aplikacioneve të përfituesve e as se çka do të ndodh me ato produkte që kanë pasur afat skadimi 12 muaj dhe 2 vjet. Kontrata që nuk ka nisur të zbatohet dhe secili si ka mbetur edhe 1 vit kohë për realizim të tërësishëm, parashef furnizimin e personave me aftësi të kufizuara me produkte të ndryshme, përfshirë karroca speciale për fëmijë, karroca elektrike, karroca tualeti, lloje të ndryshme të patericave, tavolina ushqimi, ashensor elektrik për pacient, shtretër elektrik, jastëk e dyshek antidekupitues. Para se të nënshkruhej kontrata, ajo ishte ankimuar në organin shqyrtues të prokurimit nga një operator ekonomik lidhur me dyshimet për tender të përshtatur. Për mos shpërndarjen e pajisjeve për personat e paralizuar, përgjigje nuk kanë dhënë të martën as në Ministrinë e Shëndetësisë. Në qershorin e 2024-s, Ministri në detyrë i Shëndetësisë e kishte prezantuar si një të arritur të qeverisë investimin në vlerë mbi 6 milion euro për blerjen e këtyre pajisjeve.